Horoskopi ditore premte 19 dhjetor 2025. Dashi, ditë mjaft dinamike dhe mbushur me emocione të forta do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të përjetonin ndjesi të papërshkrueshme dhe hera erës do t'ju duket sikur jeni në ëndër. Beqarët nuk duhet të tregohen mendje mdhenj, sepse askush nuk do të dëshirojë të qëndrojë pranë tyre. Në planin financiar ka ardhur koha të ndërmerrni një program strikt. Demi. Zjarri i pasionit do të rindizet gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do të jetë më e bukur për jetën tuaj në çift. Shfrytëzojeni çdo sekond sepse nuk do të përsëriten sërish momente të tilla. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë në momentet që ata më pak e presin. Në planin financiar, mos hidhni asnjë hap pa reflektuar apo pa qenë të sigurt. Do të keni probleme të mëdha më vonë. Binjakët. Qielli i dashurisë do të jetë i kthjellët gjatë kësaj dite për ju. Do të keni një komunikim mjaft të mirë me partnerin tuaj dhe nuk do të debatoni për asgjë. Beqarët do të jenë mjaft ambiciozë dhe nuk do të kënaqen me ato takime që do të realizojnë sot. Do të bëni të mirë të shtrihni këmbët sa keni organin. Financat nuk do të jenë në gjendjen tuaj më të mirë. Kujdes me çdo lloj shpenzimi. Daforia. Ditë mbushur me pasion dhe emocione pafund kjo e sotmja. Do të ndiheni shpesh si në ëndër dhe do të dëshironi që dita të mos mbaronte kurrë. Beqarët do të vendosin arsyen përpara zemrës dhe nuk do të hedhin asnjë hap të nxituar gjatë kësaj dite. Me financa do të tregojeni të kujdesshëm dhe situata do të vazhdojë të mbetet e qëndrueshme si më parë. Luani. Nuk do të jetë shumë thjesht sot për të gjetur ekuilibrin në jetën tuaj në çift, sepse si ju ashtu edhe partneri do të dëshironi të dalë juaja. Me këtë kokëfortësi nuk keni për të shkuar askund. Beqarët do të pëlqejnë shumë një person që nuk është i lirë. Kujdes, mos hidhni hapa të nxituar. Në planin financiar duhet të studioni mirë situatën përpara se të kryeni shpenzime të ndryshme. Vygjëresha. Ata që janë në çift nuk do të kuptohen si duhet me partnerin dhe mosmarrveshjet në çift do të jenë të mëdha. Vetëm në mbrëmje situata do të përmirësohet paksa. Beqarët do të kenë mundësi për takime serioze dhe jo thjesht për aventura kalimtare. Shfrytëzojeni ditën. Yjet do të jenë ata që do t'ju mbrojnë financat dhe nuk do t'ju lejojnë të tundoheni për të kryer shpenzime marramendse. Peshorja. Ditërësisht e qetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të ketë as probleme serioze, por as edhe pasion të zjarrt ashtu si ju mendonit. Merrini gjërat si t'ju vinë. Beqarët nuk duhet i besojnë shumë pamjes vizuale, sepse ajo shpesh gënjen. Në planin financiar do t'i kaloni të gjitha vështirësitë dhe do të gjeni sërish ekuilibrin e dëshiruar. Akrepi. Flisni sa më hapur me partnerin tuaj sot për gjithçka që ju mundon. Sepse po janë shkaluar gjërat, situata do të ndërlikohet më vonë. Beqarët do të tërhiqen së tepërmi nga personat që kanë ardhur ishtazi në zyrë ose punë. Përpara se të hidhni çdo hap, njihuni më mirë me ta. Në planin financiar, ju duhet të merrni disa para hua për t'ia dalë mban. Shigjetari. Do të jeni shumë xheloz për partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do të dëshironi ta keni gjatë gjithë kohës në mbikëqyrje. Mos e teproni sepse debatet mund të jenë aq të mëdha saqë nuk do të dini nga t'ia mbani. Beqarët do të jenë të pasigurt dhe konfuz për atë që duan të bëjnë. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të këqija për shkak të pamaturisë që ju keni treguar. Bricjapi. Do të jeni gjatë gjithë kohës në dispozicion të partnerit tuaj sot dhe marrëdhënia në çift do të fillojë të ngrohet. Ai që keni në krah do të mendojë për ndonjë dhuratë surprizë. Beqarët do të jenë të kthjellët dhe mjaft realist. Ëndrat me sy hapur nuk janë për ta. Financat do kërkojnë më tepër vëmendje dhe durim. Do e përmirësoni shumë shpejt situatën, po vazhduat kështu. Ujori. Sot në vend që të mendoni aventura kalimtare me dikë tjetër, kushtojini më tepër vëmendje personit që keni në krah. Ai do të ketë më shumë se kur nevojë për ju. Beqarët do të takojnë një person të shenjës së binjakëve me të cilin do të kenë një komunikim të mirë. Zemra mund t'ju ra fort që në takimin e parë. Situata financiare do të fillojë dal nga dal të përmirësohet.
peshqit. Të dashuruar, falëndimës që do t'ju japin yjet do ta përmirësojnë marrëdhënien në çift duke u treguar më tolerant dhe më bashkëpunues. Beqarët do të kenë takime të mrekullueshme dashurie gjatë kësaj dite dhe me siguri do të mendojnë të krijojnë një lidhje serioze me ata persona. Sektori i financave do të jetë pothuajse perfekt. Megjithatë, nuk rekomandohen shpenzime pa mas.